po tregon një lloj sipërmarrje të re që po zhvillohet në Shqipëri, nga vjen kjo tendencë në rritje? Atëre, unë gjykoj që është niveli i jetesës. Pra gjithnjët, kur ti je interesuar si blerës për antika, për të patur një kujtim me vlerë, atëre kjo tregon që ke një nivel jetese që klasa e mesme mund të pranojë dhe që ti të marrësh një kujtim, të kesh diçka të veçantë në shtëpinë tënde. Prandaj gjykoj që kishte shumë drejt Gjorgjina kur tha që si Viola në nivel të kilogramve apo tonazhit nuk është rritur, por ama vlera e tyre është rritur ndjeshëm, edhe tregoj edhe përqindjen. Kjo tregon që edhe kërkesa për produkte të tilla të veçanta nga familjet tona, nga një pjesë, kuptoj, se nuk është se të gjithë nga mban xhepi që ti marrin, është rritur. Çfarë tregon kjo nga kanal tjetër që edhe ajo që quhet rritje ekonomike, Viola ka shkuar sidomos tek pjesa e klasës së mesme dhe atyre që janë çik më shumë se sa e mesme, dhe ata ja lejojnë vetes dhe shumë mirë bëjnë që të blejnë antika, të blejnë sende luksi, të blejnë sende me vlerë të lartë. Bijuterit janë një kategori që është rritur goxha shumë. Kjo për shkak edhe se shumë qytetarë shohin dhe si mjet thesarizimi. Po, e vërtet, për të ruajtur asetet e tyre financiare, zgjedhin t'i ruajnë në bijuteri. Po, kapitulli i bijuterive ka patur një rritje të ndjeshme muaj pas muaj, duke thyer edhe rekordin e saj, pra duke patur një vlerë goxha të lartë që reflektohet në kurbën e curisë së importeve. Kështu që pra bashkohet me këtë, le të themi, me këtë grup kapitulli që përmendet. Ashtu është. Pra, çfarë janë sende me vlerë, janë rritur jo në numër, jo në peshë, e tha me të drejtë Gjorgjina, por janë rritur në vlerë. Sendet me vlerë janë rritur në vlerë. Kemi pasur mirëqenie më të mirë miliona euro, 2025? Është vlera në miliona euro. 2025 tani që po mbyllet, se ditë e fundit janë, 3,75% ishte, çfarë tha edhe Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit para 2 ditësh, në takimin e fundit të fundvitit me gazetarët. Ne jemi diku aty ke 4%, ne lundrojmë ke 4%.